fillojna. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jalla do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës, mirë po ashtu siç është traditë që në të honën të zgjedhëm ndonjë temë të lirë, ndonjë koment ajeti kuranor, hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, biografie të ndonjë prej selefit apo diçka të ngjashme, për shkak të disa obligimeve që i kemi edhe udhëtimit, kemi filluar me shpjegu një libër 6 parimet, edhe do të mundohemi që me përfundu para se me udhëtu, edhe të marrim edhe sot, edhe të mërkurën, dhe të honën tjetër para se me udhëtu 3 parimet e mbetura, nga se realisht i kemi shpjeguar deri më tash 3 parimet e para, që thash kanë të bëjnë me formimin e drejtë që duhet me pas besimtari, që ja mundson me pas një jetë të lumtur, një jetë të dinjitetshme, një jetë me më pak dhe më thonë probleme, e që ato 6 parime, 3 të para thash e kemi marrë, çështja se vetëm Allahu duhet më adhuru, edhe duhet më ju largu shirkut të kundërtës së tauhidit, e dyta që duhet me u bashku në fe, e mos më u përqa në fe, edhe në ligjëratën e fundit e kemi marrë çështjen që njeriu nëse jeton në një shtet islam, në hijen e një udhëheci musliman, atëherë për me u arrit bashkimi duhet me pas një udhëhec e me funksionu ai shtet edhe ajo shoqëri islame, patjetër që ai udhëhec duhet me u respektue edhe me u bind urdhrave të tina. Edhe kemi folur në këtë temë, dhe më thonë dhe lidhen që e kanë këto 3 kushte mes vete. Sot do të marrim parimin e 4, e që është pak që i rëndësishëm se dhe ato parimet që e kanë kaluar, aja ka të bëjë se me sqaru çka është dija edhe kush janë dietarët. Se realisht shpesh këto gjëra edhe ngatërrohen. Kam fjalën në fin dhe të fetarët ndonjëherë pjaundrojnë vendet edhe dijes edhe dietarëve, nga se ata që janë dietarë nuk pe respektojnë ashtu siç duhet, ndërsa ndonjëherë pe ngritjen në pozitë të dietarëve disa njerëz të cilët nuk janë të tillë, nuk e meritojnë me qenë të tillë. Mirë po, njeriu do të me pas njohuri për me ju sqarue këto çështje. Te çështja e parë, se çka është dituria. Cila dituri ka ardhur në Kur'an dhe Sunet që Allahu Azza wa Jalla e ka lavdruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu ka fol fjalë të mëdha në lidhje me atë dituri dhe ata njerëz që kanë këtë dituri. Kur i kthejmë Kur'an dhe Sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim se kjo ka të bëjë me diturinë fetare, me diturinë që ka ardhur në Kur'an, me diturinë që ka ardhur në Sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me diturinë që ka të bëjë me halalin, me haramin, me diturinë që të përgatit për ahiret, për xhenet,
ma dituri që të përgatit mu taku me Allahun dhe me pa ftyrën e tina, Allahu na mundsoft që të na shpërblej me xhenet dhe të hyjmë të shohim Allahun azhjal, domethënë ashtu siç është, thjesht që kjo është dituria të cilët domethënë jem duke folur e për çon thash kanë ardhur ajete kuranore edhe hadithe profetike Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që e kanë lavdëruar këtë dituri. Nuk është në pyetje dituria tjetër. Po, dituri ka dituri të kësaj dunjaje, ka mjekësie, ka inxhinierie, ka zanate të ndryshme, që realisht shumë prej tyre janë të çmueshme, sidomos çështja e diturisë së mjekësisë, që ka të bëjë me mjekimin dhe shërimin e njerëzve, është domethënë çështje shumë e lavdëruar, bile dietarët thonë nuk dim dituri që është më e vlefshme pas diturisë fetare se mjekësia. Mirë po prapë këto ndahen dy janë, dituria fetare edhe dituria e kësaj dynjaje. Edhe nuk duhet mi ngatru edhe mi udhon vendin e tjetrës. Diturinë fetare me qitë si me konë dytësore, e diturinë e kësaj dynjaje me qitë parësore edhe me mendu që ajetet dhe hadithet që kanë flasin për diturinë e kanë për qëllim që dituri. Nuk ka që ashtot. Çdo ajet apo çdo hadith që folë për diturinë e ka për qëllim atë dituri që të afron te Allahu, diturinë fetare, halalin, haramin, besimin, ajo që ka bën me xhenetin, xhenemin e kështu me radhë. Këtë me pas qartë, se realisht ka herë, dhe më thonë, kur folin, njerëzit thonë, po shkenca e ka vërtetuar këtë punë, shkenca e thëtë këtë punë kështu. Edhe dhe më thonë, si të shkenca, realisht aty u kry puna. A kur t'i thu, ka thonë Allahu Azza wa Jall, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë të shikojmë çka po thotë shkenca. Ama duhet me qenë e kundërta. Aja që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sasem nuk ka mundësi as një shkencë me erdhu, nga se ajo diturit që ka ardhur për gjithë dishmit. Apëton, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Atina diturisë Kuranit nuk i vjen e kota as nga para as nga brapa, nga se është e zbritur nga Allahu Azza i cili është i urtë dhe gjithë dishmi. Pra thjesht këto që i pretendojnë që janë të arritura shkencore, këto kanë nevojë realisht mu përforcu me argumente, se shpesh din me thonë që kjo është e vërtet shkencore, mirë po kur të shëshit, dhe më thonë ose mas një kohë, ajo del që faktikisht nuk pas ka qenë, dhe më thonë që është trumpetu për to. Pratë, nuk duhet mi ndryshu, mi janë ngatruhe vendet gjërave, po se cilës mi edhon hakon, se dituria cila ka folur Allahu për ta dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dituria e shariatit, dituria e Kur'anit, dituria e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse thash, edhe këto diturit e kësaj dynjaje varësisht pe qëllimit. Ka dituri që ka qëllim të mirë me shërby njerëzimit, me shërby shoqërive. Realisht kjo e merr hëçmin tjetër, domethënë hen në rangun aty diturive të mira. Ka dituri runa Zot që faktikisht ta mshon sherrin, të mëson të këqijat, të mëson domethënë që është njerëzve më bë zarar më tepër. Kjo janë kategorinë aty në diturijave të mbrapshta, të cilat janë të ndaluara rrepsisht fen ton. Për shemb, thojza po them ata që thonë dituria e të mësuarit magjisë, e dituria e shejtanit, nuk është dituri domethënë që i shërben insanit, po përkundrazi e bën zarar ata. E ka ndoshta disa dituri që ta shpjegojmë kuriozitete, që as nuk i bëjnë dobi insanit as sherr. Por realisht është humbje kohës edhe faktikisht nuk ka kurfar dobi në të, edhe njeriu si besimtar nuk duhet domethënë me u merr me atë çështje. Kjo e para, domethënë që kjo është dituria fetare, Kurani dhe sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur po flasim dituria fetare, edhe dituria fetare shpesh janë munduar njerëzit me ja ngatru gjërave vendit, edhe me na i servu çështjen e logjikave, filozofijave të ndryshme, qoftë Aristotelit, qoftë filozofi greke, kineze, domethënë hinduse, sikur ato janë çaja dituria që duhet me kërkue në fen ton, edhe përmes tyre me kuptu fen ton. Nuk është ashtu. Dituria është, që ka thonë Ibn Qayyim, el-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala as-sahaba,
hum irfani. Dituria është, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë sahabët, sa ta jenë njerëz e dishëm. Nuk është dituria që ti me e qitë dhe më thonë sprov, dhe më thonë çështjen e atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe teorive të njerëzve, edhe një farforme mi gjetë të ndoshta një farmese edhe me në thonë që i po i bashkoj filozofin greke për shembull me Kuranën ose sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e me e servu këtë që kjo është diturie, kjo është domon ilmul kalam, apologetika apo kështu më radhë. Ja, diturin që po thojmë me shariatit nuk janë filozofiat, as ëndrat, as dëshirat, as tekët as kujt, as mendimet as kujta. Mirë po janë atë që ka thonë Allahu, atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe atë që ka thonë domethënë selefi, domethënë pesë sahabëve e atyre që vinë pas tyre. Për këtë dituri ka argumente nga Kurani dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kanë lavdruar. Thot Allahu azza wa jall: "Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu azza wa jall i ngrit ata që besojnë për juve, po i ngrit edhe ata që ju ka dhënë dituri. Pra njeriu mund ngrit këtë dunja, ngritet me dy çështje, me iman edhe me dituri. Ngritet me dituri atë sa ka dituri dhe sa punon me të. Edhe nesër te Allahu azza wa jall ka me kon kështu. Ka se drituria është dritë. Dituria është dritë për insanin, se si me adhuru Allahun azza wa jall, si me adhon hakun dhe më thonë vetës tina, si mu sill me njerëz tjerë, si mu sill me ambientin rrethin ku i mbeton e kështu me radhë. Thjesht ti sqaron gjërat, ti jek mjegullat, ti jek dhe më thonë dyshimet për çdo gjë, se çysh secila çysh e ka dhe më thonë hakun. Për atë Allahu azza wa jall po thotë se i ka ngritur ata që të kanë besuar, ai ka ngritur ata që të kanë dituri. Thotë Allahu azza wa jall: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." A janë të njëjtë sikur ata që dinë, sikur ata që nuk dinë. Nuk është për qëllim prapë po thëmë dituria e kësaj dunjajnë këto, po është kërështë dituria fetare, nga se kjo është një pjesë e ajetit para kësaj e krahason një njeri i cili e falet natën, që ndrën kom, e bën sejdë, thot ashtë i njëjtë siç ky besimtari i devotshëm, si një njeri që s'është besimtar. Pra ky i parë është i dishëm e ky i dytë është ignorant. A bashkohen dhe barazohen thot ignoranti me të padishmin, me diturin. A bashkohen dhe barazohen të mandjetarin me i devotshëm edhe besimtar me një njeri i cili është ignorant dhe nuk është i udhëzuar. Kjo është për qëllim domethënë dituria fetare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din." Kujna Zoti ja don hajrin, ja mëson fen. Po s'ka thonë kujna don Zoti ja don hajrin, jep post e pushtet, ose e bën që me kon njeri i cili të rjek mas vete, ose që i ka dhonë njeriu të pasuri. Allahu azza wa jalla thotë kujna pja don hajrin, i ka dhonë dituri. Që ajo është domethënë çështja më e lavdrueshme për njeriu në këtë botë, se posti, se pasuria, se familja, se autoriteti, çdo gjë tjetër. Kuna Zoti ja don hajrin, ja fen. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur des njeriu i mbyllet regjistri i veprave përveç prej 3 gjërave: një sadakat rrjedhshme, një dituri të cilat njerëz të tjerë përfitojnë prej saj, edhe në qoftë se lën një fëmijë të hajrit që bën dua për të. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu nuk i lejohet me bë hased, mja pas diku në zili përveç 2 personave. Ati personi që Zoti i ka dhënë pasuri edhe harxhon ato që duhet me harxhu t'u ia dhon hakut secilit, qoftë familjes, qoftë zakatit, qoftë domosdoshmë çdo obligim që e ka, mirë po ati personi që Zoti i ka dhënë urtësi e dituri, edhe punon dhe ja mëson tjerëve. Që në dyve domethënë edhe më pas zeli nuk ka dert. Në zeli kuptimin pozitiv, jaruna Zot që me pas shef zeli që Allahu më ja marr ato mirësi, po me pas zeli pozitive që atë Allahu më të dhon dituri apo më të dhon pasuri. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk e trason njeriu rrugën e diturisë, vetëm se Allahu azza wa jalla ja trasu për mesoj rrugën në xhenet.
E ka vazhduar, ka treguar se për atë që kërkon dituri, bojnë istikfar, kërkojnë me la që të dëmon falje për të. Bile edhe peshqit në deti bojnë istikfar për atë person që kërkon dituri. Edhe dallimi mes atij që ka dituri dhe që nuk ka dituri, thotë si hona me yje tjera. Edhe thot pejgamberët nuk kanë lënë trashëgimi as dinar, as dirhem, s'kan lënë pasuri. Mirë po trashëgimia tyre është dituria. Ata që kanë marrë hise prej diturisë, atë që kanë marrë hise prej trashëgimisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë këto hadithe me tregu se çfarë vlere ka dituria në fen tonë. Na dhe në hutbë kena treguar atë rastin e atij personit i cili ka mbyt 99 vet. E ka kërkuar që dikush me i treguar se ka pendim për të. E u takua në njeri besimtar të devotshëm, po jo me aq njohuri edhe dituri. Edhe thjesht e ka pyetur sa ka pendim, dhe i ka thonë nuk ka pendim për ty, edhe e ka plotësuar me ta e ka mbyt 100-ën. Derisa mas andej prapë ka brejt ndërgjegje dhe ajo mirësia e pak që e ka në zemër, edhe me kërku prapë mos ka rregdalje. E derisa udhëzohet njeri i mdishëm me dijet mirëfillt. Edhe shkon ta edhe kërkon edhe pyet sa ka rregdalje për mua. E i thot se kush ta mbyll ty derën e pendimit dhe më kthy Allahu ta zgjol dhe pendohet vetëm i tregon që duhet mu largu prej atij vendit, domethënë ku je duke jetuar se nuk janë njerëz të mirë, po më shkon në një vend ku ka domethënë njerëz dhe shoqëri të mirë. Pra kjo është për qëllim, kjo dituri. Jo diçka tjetër, mirë po këtë vlerë ka thash dituria, nga se ja ndriçon njeriu të jetën, ja tregon obligime që i ka karshi Allahu ta zgjol, obligime që i ka karshi vetes, familjes, shoqërisë dhe njerëzve që e rrethojnë, që thjesht se mja dhon hakun edhe mos me bë domethënë zullum. Kjo është dituria. E kush janë atë dietarët? Dietarët janë ata persona që Allahu azhel ju ka dhënë dituri nga shariati e që me të i udhëzojnë edhe tjerët, e që realisht ata kur kanë folër dietarët i kanë cekur disa cilësi që përmes tyre mundesh me identifiku se kush është dietar i mirëfillt që më të vërtet duhet me pasu fjalën e tina edhe analizën e tina me dëgju, e kush është atyre pe atyre që faktikisht e shfaq veten, mënohet me imponu veten, ndoshta ata tjerë, domethënë ngaren mastina, mirë po realisht nuk është prej tyre. Prej cilësive që i kanë cekur vëllezër të nderuar të atyre dietarëve që jenë më të vërtet dietar, thotë se ata argumentojnë me Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thjesht një njeri i cili në ligjëratat e tij kur fol për fe, thot ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është shaja e parë që ky njeri është tamam, ky hoxha tamam, ky dietar është tamam, se edhe në kohën bashkëore ka njerëz që flasin për fe, ndoshta me gjys orë dhe me një orë, edhe në këtë ligjëratën e tina përmen apo nuk e përmen asnjë jetë apo asnjë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me çfarë kompetencë po folti për fe, kur nuk po argumenton me argumentën e fesë, ajo është Kurani dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos në çështjet e besimit. Në çdo gjë, po sidomos çështjet e besimit, se shohim shumë njerëz, domethënë po flas konkretisht çështjen e besimit, thash i japin përparësi logjikës, e dhojmë përparësie filozofive, e disa domethënë ëndrave, e përvojave të ndryshme, edhe lojnë domethënë anash Kur'anin e sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa një fjalë të mirë ka Ibn Abiliz al-Hanafi, thotë qysh disa njerëz pretendojnë me arrit të vërtetën në çështje të besimit, në çështje që është ajke fesë, mirë po nuk e zgjedhin rrugën atij cili ka ardhur për me këtë fe, se zgjedhin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra të ka ardhur nga Ibn Taymija ka thonë kush i shmanget argumentit e ka humb rrugën. Argumenti është ai që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po thjesht, nëse don me ditë një njerëz
apo një hoxh, a tamam, qëre që shika punë në ligjëratat e tij, në fjalët e tina, domethënë a fol me Kur'an, a fol me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo thjesht ka analiza e filozofina të ndryshme lindjes së perëndimit edhe që i servon gjëja, domethënë që janë fe. Kjo është domethënë vija ndarëse me atij që është hoxh tamam, atij që pretendon që është domethënë për xhallarëve të fesë. E dyta, thënë dietarët është që përveç Kur'anit dhe Sunetit, ky njeri mundohet me ecë gjurmëve të selefit, me ecë gjurmëve të sahabëve, mos me dal jashtë fjalëve të tyre, absolutisht me kundërshtu konsenzusin e tyre. Edhe në ligjëratën e kaluar me Sadi kam treguar rastin e Khawarijve kur janë nda për Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, dhe Aliu e ka dërguar Abdullah ibn Abbasin me dialogu me ta, që mos me ardhë më rrita e fitne, mos me ardhë me thonë me ndodhër unë azët edhe të lufta apo gjakdedha mes muslimanve. Kur e qënë Abdullah ibn Abbasin, edhe në bisede sibër, ju të regon thëtë se ka marrë për Aliu dhe sahabëve të dërguarit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pej tyre jam i deleguar, mirë po asë një njëri pej tyre nuk jem të e pa në mesin e ju. Ma faktikisht, da që me ditë se a jenë hak, a ke devjua kërshit, këqyre dhe më thonë qëndrime tua, fjallë tua, besime tua, sa janë në koordinim dhe më thonë me fjallë të sahabëve, me fjallë të selefit të djetarëve dhe më cëti kam pasuar me të mirë këta sahabëve këta djetarë të mëdhej. Për atë kam thonë edhe javën e kaluar, dhe më disa prej sekteve kryesore kanë ndodhur pikërisht në kohën e sahabëve. Shijat kaderit, që të mohojnë kaderin, dhe më thonë kanë ndodhur dhe Khawarijt, të tri grupe kanë ndodhur në kohën e sahabëve. Edhe në kohën e Aliut kanë ndodhur dhe Khawarijt, edhe kanë ndodhur në kohën e tina, dhe më thonë shijat, mësë ndaj kanë ndodhur pak më vonë, dhe më ata që të kanë mohu kaderin, tri prej kokave të devijimit që njihen në botën islame dhe si fraksionet gati më kryesore, mirë po asë një sahabi nuk llogaritet që ka pas mendim apo anim ose u rreshtu në njërin prej këtyre tri sekteve që janë paraqitur sa kanë qenë gjallë ata. Me të regu se vija ndarëse mes të vërtetës dhe të kotës është dhe më thonë sahabët, selefi, edhe tash çdo hoxh, çdo dietar që realisht paraqitet si hoxh dhe më thonë spjegues i fesë, edhe kjo është kriter me e këqyrë se është hoxh tamam që duhet me pasu apo jo, me e këqyrë dhe më thonë që shrika punë dhe më thonë me Kur'an, sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po edhe me qëndrimit e selefit, a i merr ato si pishtar ndriçues që përmes tyre udhëzohet me kuptuar Kur'anin dhe sunetin, apo ka alternativa tjera që e komenton Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta që mundesh me ditë se cili është hoxh tamam e cili nuk është tamam, është se shiko punt me ibadet, që shiko punt fjala edhe vepra e tij. Qofse ka mundësi edhe me kon hafëz i Kur'anit, edhe me pas oratori që i thojmë ne të mahnit, edhe të fascionon, edhe folë rrjedh shumë edhe logjik shumë, edhe i lidh gjërat që i thojmë na, që dëmon kënaqet veshëm me dëgju. E ka plot prej tyre edhe në këtë kohën bashkëkohore, edhe ka pas më herët. Mirë po me këqyr dëmon që shikan në punt, që është adhurimi i tyre, që janë në koordinim fjalët dhe veprat e tyre, është që ka diskrepancë të madhe. Për me ditë një hoxh tamam është me këqyr që ato fjalë që pe i fol, a ato i praktiku i pare që ato fjala, pja u thot tjerve e vetë, si kur me mendu se nuk janë fjalë që i drejtohen atina. Fol për namazin, edhe ato me xhamat, e nuk e shenë është ta vetëm një xhumo, ose nuk e sheh hiç, domosdoshmë vetëm një bajram në xhami. Ose runa zot, o thot hoxh e pin cigare, o thot hoxh ndëgjon muzikë,
atë hoxh i rrum të e ditë se pejgamberi s.a.s. ka pas këtë sunet. Piceku disa çështje konkrete s'po du me hije çka mundet me pas diçka më tepër. Kështu a falet në herë namaz natës. A është që e ullë shikimin kur të shku rrugës, a është që çështjeve që janë dyshimta e largohet e kështu me radhë. Allah Azza ka qërtu, ka thonë ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O ju që keni besuar, pse po e thuni diçka që s'pe bëni vetë. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sa mëkat dhe çështja urrëti është Allahu Azza Jall me thonë diçka që vetë se veprani. Allahu Azza Jall kur i ka çortuar jahudit ka thonë atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. A pe urdhroni njerëz me bë mirë, pe harroni veten. A nuk jeni të logjikuar apo bëni ja? Pra të historikisht vëllezër të nderuar kur kanë folur për dietarët e sunetit, edhe kur kanë folur për disa koka të disa grupeve dhe fraksioneve në islam, kritereve më dalluese ka qenë faktikisht çështja e adhurimit të tyre, devotshmërisë së tyre, se pothuajse nuk gjon dietarët selefit që thjesht Allahu Azza e ka nderuar që me qenë shtyll e Kuranit dhe Sunetit dhe me konë referencë e selefit, vetëm se ka qenë shembull në adhurim. Ibn Taymija e ka pas zakon, të më thonë masi që ka falë sabahin, kur su dalë pe xhamie pa bo dhikrën e mëngjesit. Edhe ka thonë që kjo është ushqimi jam, që ta mës me bane, unë për këtë ditë s'kam takat. E na kena të reguar sa raste dëmon për tyne që e kam bohat me Kur'anin, dhe më thonë 10 dit, 7 dit, 3 dit, më rëna në ditës, dhe më thonë jenë falë natën dherë mëngjes e kështu më radhë. A përkundrazi disa kokat të fraksioneve të ndryshme, kur kanë folë për fetarizmin e tyre, dhe qaqë dhe më thonë që i në konë dzbet në këtë aspekt, so që nuk kanë daluar për njerëzve të thjesht që nuk kanë fare dije. Bile ndoshta i kanë bërë disa të çështje që edhe dikush tjetër nuk i kishte më i bë. E kjo është edhe një, çështje që i dallon ata të cilët faktikisht janë dietar të merrfill për atyre që pretendojnë se janë dietar. Tjetër çështje që duhet me pas në konsiderat është që çështje që i dallon edhe dietarët e Ahlus Sunnetit, edhe dietarët e merrfillt është se edhe tjerë dietarë që në më të mëdhej se ata i kanë lavdruar dhe që i thojmë na ju kanë dhënë ijazet që me të vërtetë që kjo është hoxh edhe hoxh tamam. Shpesh e kam përmend ndoshta në përnaja punën e Buhariut kur ka ardhur në Bagdad. Kishin pa dëgjuar për të që realisht është shumë dietar i madh. Ama Bagdati atëherë ishte kryeqyteti i botës islame, të Abasive atëherë. Edhe tash me ardh dikush që s'është i Bagdadit, me im Bagdad dhe me thonë që është dietar i madh, natyrisht i ka do far rregullash çështja në far marifeti dhe ja kanë bërë një lloj provimi. Edhe thonë i kanë marrë 100 hadithe me zinxhir transmetimit. Edhe secili ka 10 për 10 hoxhallarë, domethënë më të vjetër se ai, i kanë marrë, i kanë mbështjell këtë tekst me atë zinxhirin tjetër, edhe me i ditë se edhe me i qitë në ran, me i ditë se që ky hadith e ka këtë rrugë transmetimit, ky hadith e ka këtë rrugë transmetimit, e jo çysh i keni qitë jo pyetjet. Kur e ka kaluar këtë test, faktikisht më në kuptuar që në farë forme kjo me të vërtet është kapacitet njëri. Enes ibn Maliku vetë ka folë për Medinën që quhet dietari i Medinës, quhet mëftia i Medinës. Tregojmë për të, thotë se s'kam dhënë fetva, pa më dhënë mu ijaze filan dietarët e Medinës. Pra thjesht nuk është çështje tim çysh e lanë sën veten. E çysh e prezanton veten mirë, po është mirë edhe me dëshmu dikush që me të vërtet je hoxh. Ki njohuri të mirëfillt, edhe thjesht
Allahu Azza të ka nderuar në këtë dije. Çështje tjetër që e dallon dietarën në Mirfill prej dietarëve që të shtirën që janë dietarë është se dietari i Ehlus Sunnetit, ashtu siç e shpjegon të vërtetën, që se zbjekon hakun që ka thonë Kurani, që ka thonë Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka është halali e kështu me radhë, çka është farz, se ne thjesht edhe tregon se çka është bidati, çka është shirku, edhe unën tjetër që e kundërshton të vërtetën e shpjegojnë. Nga se shpesh nuk mjafton njerëzve që m'ia thonë çka është e vërteta, po ja u treguar se kjo është domethënë e keqja. Prat, domethënë edhe në kohën bashkëkohore, po dhe më herët, shumë çështje që nuk janë pej feje, na u kanë prezantuar, domethënë që janë ojka e fesë. E që realisht e prekun çështjen më të ndjeshme të fesë, ajo tauhidi. Kur njerëzit na kanë prezantuar, për shembull konkret, po them çështjen që me shkute Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me kërku pejtim me fat, me kërku shërim, me kërku fat, me kërku domethënë familje kështu me radh, bën me bën një gjatë të tillë. Edhe na ka tregu, na ka servu kjo punë si me kon respekt ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A realisht që kjo punë është ajo që bjen desh ma çështje ekskluzive me hakun e Allahut azza wa jall, se Allahu është i vetmi i cili ka punë në dorë, që edhe jep rrezik, edhe ja nol rrezikun, edhe çon smundjen, edhe ta jep smundjen, edhe jep evlad, edhe si jep evlad, Allahu azza wa jall ka këto punë në dorë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut azza wa jall, është rruga që na çon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afrohemi te Allahu azza wa jall duke respektuar dhe duke dashur pejgamber sallallahu alaihi wasallam, sa ra përmendën emrin e tij, thojmë sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po dashuria jon ndaj tina nuk na bën që me i kalu kufit edhe me i dhon atë që si takon, mirë, po thjesht është çështje ekskluzive Allahut azza wa jall. Pra të shë çështën e teçeve, e tyrbeve, na u kanë servu si me kon pjesë e fesë, si me kon pjesë e islamit. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kena treguar edhe shpesh në ligjërata, para se me vdek 4-5 ditë, ka thënë Allahu i ka mallkuar krishterët dhe jahudit, të cilët i kanë shndruar varret e pejgamberëve të tyre në vend falje. Pejgamberi sa po thotë i ka mallku, ti thua domethënë duhet përmes tyre me bë zikr, me bë ibadet, me afru Allahu azza wa jall. E dietarët e selefit, dietarët e Mirfillt, edhe tregojnë domethënë çka është tauhidi, edhe çka është suneti, mirë po edhe nuk hezitojnë për shkak se dikësave si u marrohet shefi me thonë ç'kje që të e bësh shirk. A ke pas shpesh për autoriko vetëm me thonë, o mos u betoni ndikon Zotin përveç Zotit, mos bëni mbe dikon tjetër përveç Allahut, se kjo është shirk, edhe pse është shirk i vogël në parim, ama kjo është hak i Allahut azza wa jall. Nuk na pengon, domethënë çështja që ndoshta dikush si pëlqen, apo kështu më radhë që mi tregu që kjo që po bën ti, domethënë ose është shirk, ose është bidat, ose është kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se thash e vërteta nuk mjaftohet më usharu vetëm me tregu të vërtetën pa treguar ndonjëherë edhe të kundërtën e tij, siç ka thonë pe dietarëve, e kam mësuar të keqen jo për me bë keq, për më urujt keqes mos më ronë atë. Pra ka ardhur pe sahabëve, thot ka pasën Abu Hudhayfa al-Yamani, thot njerëzit e pyetshin pejgamberin sa për hajër, e unë e pyetsha për sherr nga frika që mos po më godet ajo. Që ka herë duhet me mësu edhe unë në kundërt të vërtetës, devimin, e shirkun, e kufrin, e bidatin, e kundërshtimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me të usqarue domethënë gjërat edhe gjashtë, edhe pse ndoshta ka shumë tjera. Ajo që e veçon dietarin e Mirfillt është se ka orientim në edukimin e njerëzve që më u afrua njerëzit, më u bashku njerëzit, atë se ka mundësi në feja fjala, jo më bashku në çdo gjë.
jo mu bashku edhe me arsetun njëri tjetër në gabime, po thjesht mu bashku në fe edhe mos mu përqa në fe. Kjo është parim për atë quhen ehlus sunne wal jamaa, pasues e sunetit dhe xhamatit, se qysh e kanë sunim me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë sunim edhe muslimanët më u bashku, më u afru, mos mu përqa, mos mu bëhet sop e kështu me radhë, mirë po gjithnjë këtë bashkim në ato të parën, sunet. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dhe bashkohuni për litarit Allahut, që kemi treguar se litari Allahut kanë thonë është Islami, disa kanë thonë është Kurani, disa suneti kështu me radhë, mirë po që aty do të mu bashku, mirë po sunim e kem, objektive kem, që në musliman sa të kem mundësi me jevitu shkaqet e ndarjes, e divergjencave, e mos pajtimeve, do me thonë me i marë sebepet që thjesht kur e prezentojmë diturin, me e prezentu në formën më të mirë, më të kapshme për njerëzit, mi pa dhe me konë më dobishme, edhe me dhonë frytet më të moja të mëndshme, do me thonë në shoqërin ku njeriu vepron. E këta janë djetarët, për cët nga ka uzuar pejgamberi se kur ka thonë fes'elu ehle dhikrin kuntum la ta'lemun, pyetni zotit e dijes në qoftë se jeni prej atyre të cilët nuk dini. Ma ka thonë pyetni njerëz e dijes, jo ata që pretendojnë se janë dijes, jo ata që na shiten në servuan si të dijes, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ana ka tërhequr vetin, nga se ka thonë ajo që mas shumti e kam frikën ummetit tem janë këta priset që të devijojnë. Qoftë ai pritës udhëhec që ka pushtet, qoftë ai pris që është fetar, mirë po që nuk ngrehem për marë, nuk shën ka e vërteta, nuk shën ka e mira dobishme, nuk shën ka ja që ka thirë Kurani dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po në unën tjetër, e Allahu azza wajal na bëv për atyre që thjesht i detektojmë këta, nuk bëhen vetë për tyre, mirë po e pasojmë vërtetën dhe njerëzit e të vërtetës, edhe pse autori mas andej ka cekur në realitet, ka thonë që këtë punë që e për sharoj, që çka dija edhe cilët janë djetarët, edhe ata që faktikisht kanë ndonjëherë shtiren se janë djetarë, thotë Allahu azza ne ka sharuar këtë çështje sidomos në suratul Baqara, kur ka folur për një mëri çështjeve të jehudive, duke filluar kur ja ka përmend Zoti dhe ka thonë o ju që të domethënë beno Israelit, falenderoni Zotin për begatitë që ju ka dhënë, që Allahu ju ka veçuar, mos e shtrëmbroni të vërtetën dhe me e pështjell të vërtetën me të kotën. Bënë për atyre që të praktikoni veprat, falni, agjeroni, japni zekat. Mos u bëni për atyre që domethënë i urdhënit mirë, njerëzit për të mirë, e harroni veten. Ajetet domethënë që kanë suratul Baqara për ta, këtë këto çështje mjaft sek që mos u bëni besimtar si ta, edhe këta nuk duhet më bëjë çështë, mirë po duhet me pasu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka ardhur për lajmërim domethënë për të edhe në librat e tyre dhe nga pejgamberët e tyre. Mirë po këtë çështje ka cekur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe për shumë hadithe me i treguar domethënë disa sifate se kush është në të vërtetën e kush është domethënë duke trasuar domethënë të kotën. Njëra prej tyre ka qenë hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë që ai i cili ka meritu për juve që Zoti jep ymër, ku me podh divergjenca mos pajtime për çome mes muslimanëve, e ka dhoni ilaçin, ka thonë alejkum bis sunneti, për mbani sunetit tim, wa sunnetul khulafa ar-rashidin, dhe sunetit të khalifeve dhe domethënë ata që më pasojnë mua, e të cilët janë të drejtë. E keni kujdes nga domethënë shpikjet në fe, nga se çdo shpikje është domethënë humbje. Apo hadithi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka paralajmëruar se jehudit janë ndarë në 71 grup, krishterët 72 grupe, e imeti jem ka thonë ka mu ndonë në 73 grupe, ka thonë 72 janë në xhenem, e njeri është në xhenet, e kur është pyet kush janë, ata ka thonë që të janë natë që jam unë, sot e shokët e mi, në të transmetimi ka thonë janë xhamati. Faktikisht gjithmonë pejgamberi në shumë hadithe në ka thonë edhe për lajmërime
që do ndodhin, domethënë, çështje jo të këndshme dhe jo të mira në umet, ku me pas përçamje, ku me pas njerëz që pretendojnë, që kanë ego, që kanë pretendime dhe interese të ndryshme, mirë po ju e keni rrugën e qartë, ju e keni Kur'anin, Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, selefin, edhe ata që shkojnë këtë kësaj rruge, ju e keni obligim i pasu e ja domethënë dikon tjetër. Ndoshta me kaq po përfundojmë, duke lutur Allahun azza xal që të na jap diturinë në fe, na shton diturinë në lidhje me Kur'anin e Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, na të shkaon nga selefi, na bën për atyre që atë që e dim edhe të e jetësojmë e praktikojmë, të bën për atyre që adhurojmë Allahun azza xal me bindje të plot, na bën për atyre të cilët janë të sinqert në fjalë dhe vepra. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.